Me irë të Zotit, do desha të lexoj diçka nga fjala e Perëndisë, vëllezër. Falenderojmë Perëndinë. Jemi në letra e apostullit Paul drejtuar Romakëve, kapitulli i parë. Ta shohim me vëmendje, vëllezër, aleluja, se çfarë Zoti do të na jap sot. Pali, shërbëtor i Jezu Krishtit, i thirrur për të qenë apostull, i veçuar për ungjillin e Perëndisë. Siç i kishte premtuar ai me anë të profetëve të tij në shkrimet e shenjta, lidhur me birin e tij, të lindur nga fara e Davidit sipas mishit, i deklaruar bir i Perëndisë në fuqi, sipas frymës së shenjtërisë, nëpërmjet ringjalljes prej së vdekurit, Jezus Krishti Zoti ynë, me anë të cilit ne kemi marrë hir dhe apostullim për bindje në besim midis të gjithë kombëve për hir të emrit të tij, ndër të cilët edhe ju jeni të thirrur nga Jezus Krishti. Për ju, të gjithë që jeni në Romë, të dashur nga Perëndia, të thirrur shenjtorë, hir dhe paqe nga Perëndia aty ynë e nga Zoti Jezus Krishti. Para si gjithash, falenderoj Perëndin tim me anë të Jezus Krishtit për të gjithë ju, sepse për besimin tuaj është folur në të gjithë botën. Sepse Perëndia, të cilit unë i shërbej me frymën time nëpërmjet ungjillit të birit të tij, është dëshmitari im që unë nuk pushoj kurrë t'ju kujtoj, duke kërkuar vazhdimisht në lutjet e mia që të më lejohet më në fund nga vullneti i Perëndisë mundësia për të ardhur tek ju. Sepse unë dëshiroj fort t'ju shoh për t'ju komunikuar ndonjë dhunti frymërore që të forcohen. Dhe kjo është që unë të ngushëllohem bashkë me ju me anë të besimit që e kemi të përbashkët tuaj dhe timin. Tani vëllezër, unë nuk dua që të mos e dini se shumë herë kisha vendosur të vija tek ju, që të mund të kem ndonjë fryt midis jush siç kam pasur midis jo hebrejve të tjerë. Por deri tash kam qenë i penguar. Unë u jam borxhli grekëve dhe barbarëve, të diturve dhe të paditurve. Kështu aq sa varet nga unë, jam gati t'ju predikoj ungjillin edhe juve që jeni në Romë. Amin. Vepra e Perëndisë, vëllezër, duhet ta shohim me vëmendje dhe me përgjegjësi çdo lloj çfaqje që Jezus Krishti i ka bërë gjithë secilit. Sepse Zoti, vëllezër, aleluja, ju çfaqet atyre që vërtet e duan Perëndin, dhe Zoti nëpërmjet tyre dëshiron të bëjë vullnetin e tij. Nuk mundet, motra, vëllezër, aleluja, pa njerëzit Zoti të bëj vullnetin e tij. Vullneti Perëndisë është për njerëzit, që njeriu të shpëtohet, motra dhe vëllezër, aleluja, të çlirohet nga mëkati që e çon në vdekje dhe të jetojë përjetësisht në praninë e Zotit. Jezus Krishti erdhi, vëllezër, aleluja, pikërisht për të bërë vullnetin e Atit që është në qiell. Erdhi dhe fryma që Jezus Krishti kishte ishte të jetë shërbëtor. T'ju shërbejë, motra dhe vëllezër, aleluja, të gjithë njerëzve. Kjo ishte fryma që Jezus Krishti në momentin që do të ngjitej përsëri pas ringjalljes në qiell, ju dha të gjithë të zgjedhurve frymën e shërbesës, frymën e shërbëtorit. E falenderojmë Perëndin. Pali, shërbëtori i Jezu Krishtit. Ç'do të thotë, motra, aleluja, një shërbëtor? Të jesh shërbëtor i dikujt, i bindesh atij në çdo gjë dhe ti nuk ke, motra ime, vlla im, të drejta. Ky quhet shërbëtor.
Apostull Pali thotë, kur mori thirrjen nga Perëndia, i konsideroi që të gjitha çfarë kishte pa vlerë. Kur njohu dashurinë e Perëndisë, këtë thirrje të Perëndisë. Dhe thirrja e Zotit, fjala që Zoti i dha apostullit Paul, motra aleluja, kur foli me Anania, ishte sa shumë duhet të vuaj për emrin tim. Është zgjedhur nga Perëndia, lavdi emrit të shenjtë. Si mundet, motra aleluja, të ndodhin këto gjëra që njeriu të jetë shërbëtor pa të drejta, motra dhe vëllezër, aleluja, në çdo gjë, gati për t'u flijuar për të tjerët. Zoti na thotë, vëllezër, të duani njëri tjetrin, të doni armikun tuaj. Kjo nuk mund të ndodhë, motra, aleluja, njerëzore, nëse Zoti nuk vepron në të. Nëse fryma e Perëndisë nuk është në të, nuk mundet të bëhet vullneti i Perëndisë. Dëshmori i parë, Stefani, motra, aleluja, e falenderojmë Zotin, një djalë i ri, ku predikonte fjalën e Perëndisë, të gjithë i dolën kundër dhe morën gurë, motra dhe vëllezër, aleluja, për ta vrarë. Dhe në momentet e fundit, kur të gjithë e mbuluan me gurë, ai i foli Zotit dhe tha, fali o atë, mos u allogarit këtë mëkat. Ishte në momentet e fundit në gjendje për të falur, motra dhe vëllezër, aleluja, njerëzit që po e vrisnin. Kjo është fryma e Zotit në ata që Zoti i zgjodhi për veprën e vet. Dhe ne dimë, sipas shkrimit që lexojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, që të gjithë të zgjedhurit e Perëndisë kaluan nëpërmjet kësaj rruge. Lanë çdo gjë për këtë thirrje, për këtë vepër, dhe e bënin me dashuri, dhe nuk shikonin, motra dhe vëllezër, asnjëherë jetën e tyre, dëshirat e tyre, por ishin të përkushtuar në këtë thirrje të madhe të Perëndisë. Sepse kishin kuptuar me ringjalljen e Jezus Krishtit që ata vete panë, që jeta, motra dhe vëllezër, aleluja, këtu në tokë është kaq pak dhe është kalimtare. Ali shërbëtor i Jezus Krishtit, i thirrur për të qenë apostull, i thirrur nga Perëndia për të qenë apostull, një shërbesë që Zoti i kishte caktuar. Shkoni me vëmendje, e zgjodhi Zoti apostull sepse ai ishte shëntëruar, sepse ai kishte kaluar në stade të ndryshme dhe pastaj e zgjodhi Zoti apostull, apo e thirri kur ishte përndjekës i kishës dhe thotë i thirrur për të qenë apostull, i veçuar për ungjillin e Perëndisë. Zoti, vllai, motra ime, të ka zgjedhur që në barkë të nënës, për të qenë në këtë shërbesë të Perëndisë. Dhe çdo njeri që ka parë dorën e Zotit dhe ka frymën e Perëndisë, ka një shërbesë për të bërë. Dhe pikërisht, vëllezër, për këtë shërbesë që është thirrur, për këtë do të jap llogari, motra dhe vëllezër. Asnjë gjë tjetër nuk mund ta justifikojë thirrjen tonë nga Perëndia për të thënë po unë kisha dhe detyra të tjera. Po unë duhet të shikonja dhe gjëra të tjera. Dhe çfarë lamë? Thirrjen e Perëndisë, shërbesën e Zotit tonë. Dhe nuk e bëmë, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk e vumë,
prioritet në jetën tonë këtë thirrje të Perëndisë. Por e kërkojmë Zotin, motra dhe vëllezër, aleluja, ta futim në jetën tonë, ashtu siç ne duam. Në fakt, motra dhe vëllezër, aleluja, Zoti na ka thirrur që ne të bëjmë vullnetin e Perëndisë. Jo ne ta thresim Zotin që Zoti të bëj vullnetin tonë, janë dy gjëra krejt të ndryshme. Të nxorra nga kjo botë për të dhënë përjetësinë. Ky është vullneti i Perëndisë. Vëllezër, siç ishte premtuar ai me anë të profetëve të tij në shkrimet e shenjta. Ardhja e Jezus Krishtit nuk ndodhi, motra dhe vëllezër, në atë kohë. Ardhja e Jezus Krishtit ishte profetizuar mijëra vjet më përpara, nëpërmjet profetëve, që shpëtimtari do të vinte, motra dhe vëllezër, aleluja, për të shpëtuar popullin. Ishte përgatitur rruga, motra dhe vëllezër, aleluja, deri në ardhjen e Jezus Krishtit. Dhe profeti i fundit, që ishte Gjoni, profetizoi, vëllezër, aleluja, çfarë? Pendimin. Pendoni, se si keni ecur deri tani, sepse po vjen pas meje dikush që unë nuk jam në gjendje të lidhset e sandaleve, ai do t'ju pagëzojë me frymën e shenjtë dhe me zjarr. Ai do vijë të bëjë vullnetin e Perëndisë, por para se të bëhet vullneti i Perëndisë, motra, vëllezër, aleluja, rruga është pendoni, që Zoti të vijë të veprojë në zemra të penduara. Në një zemër që pendohet, vëllezër, vepron Zoti. Por pendim nuk do të thotë pendohem dhe vazhdojnë në të njëjtën rrugë. Pendim do të thotë kthim nga kjo rrugë. Nga një përndjekës i kishës, kur u shfaqi Jezus Krishti, filloi të lavdëronte emrin e Perëndisë, ky përndjekës, motra dhe vëllezër, aleluja, apostolli Paul. Ndryshoi jeta e apostollit Paul. Filloi të jetë i përndjekur, kur filloi të ecë dhe të bëjë vullnetin e Perëndisë. Kisha e Perëndisë përndiqet. Nuk kalon, motra dhe vëllezër, aleluja, mirë në këtë botë të errët. Është një luftë frymërore, vëllezër, aleluja, që kalon kisha ditë për ditë. Lidhur me birin e tij të lindur nga fara e Davidit sipas mishit, u bën profeci, thot, për ardhjen e birit të Perëndisë, i deklaruar bir i Perëndisë në fuqi, sipas frymës së shenjtërisë nëpërmjet ringjalljes prej së vdekuri, Jezus Krishtit, Zoti ynë, me anë të cilit ne kemi marrë hir dhe apostullim, nëpërmjet birit të Perëndisë që Perëndia e dërgoi për ne, sepse e madhe dashuria e Perëndisë për njerëzit, që njerëzit të shpëtohen, motra dhe vëllezër, ne falenderojmë Perëndinë. Jo një pjesë njerëzish, për të gjithë njerëzit erdhi që njerëzit të shpëtohen, duke u flijuar ai vetë, motra dhe vëllezër. Dhe ne kemi marrë hir. Hir do të thotë diçka që nuk e meritojmë, motra dhe vëllezër. Kemi marrë nga Jezus Krishti hir për apostullim, për shërbes, për të shërbyer në këtë vepër të Zotit. Sa e rëndësishme është, vëllezër, aleluja, të shohim me vëmendje këtë thirrje të Perëndisë për çdo njerin, këtë shërbesi që Zoti i ka dhënë çdo njerit, deri në atë ditë që do të shfaqet
Zoti dhe do të vijë të marrë ata që qëndruan besnik, motra dhe vëllezër, aleluja, në këtë thirrje. Ata që i qëndruan besnik thirrjes të Perëndisë. Për bindje dhe besim. Ne jemi thirrur dhe apostullimi ynë është bindja dhe besimi në të. Kemi gjetur hir nga Perëndia në këtë shërbes që na thirri Perëndia për bindje dhe besim. Kjo është shërbesa jote. Ti bindesh fjalës të Perëndisë dhe ti besosh atij që të thirri. Ne nuk kemi ardhur këtu, motra, vëllezër, aleluja, rastësisht. Secili këtu nga ne, vëllezër, e falenderoj Perëndinë, ka një thirrje nga Perëndia. Zoti ka erdhur në jetën e gjithë secilit. Dhe personalisht, Zoti i ka thënë të dua, dëshiron të më shërbesh, dëshiron të vish pas meje. Kur Jezus Krishti ishte, motra, vëllezër, aleluja, midis nesh, shohim se si Zoti i mblodhi të zgjedhurit. Dike e mrekulloi apostullin Pjetër për gjëra të pamundura, tregoi madhështinë e tij dhe e fitoi. Dikuj tjetër i vajti në punë, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe i tha 2 fjalë. Më ndiq. Dhe po ta shohim jetën e të gjithë këtyre që Zoti i thirri, lanë çdo gjë. Si ai taksambretësi, edhe ai peshkatari, motra, aleluja. Si i pasuri, edhe ai që me zinxhirë e bukë. Lanë çdo gjë dhe ndoqën Jezus Krishti. Shikojeni jetën e tyre në fjalën e Perëndisë, vëllezër, aleluja, se si ishte. Jetonin për botën që i rrethonte, apo jetonin për të shpërndarë fjalën e Perëndisë. Ju jeni dritë, thotë Zoti. Ndriçojmë vetëm nga hiri i Perëndisë, nga fryma e Perëndisë, nga bindja në fjalën e Perëndisë dhe nga besimi në Zotin tonë. Kjo është drita jonë. Për çfarë jeni dritë në këtë botë? Që njerëzit të shohin, që njerëzit të dëgjojnë dhe që njerëzit të shpëtohen. Kjo është puna që Perëndia na ka thirrur të gjithëve për të bërë të gjithë. Nuk është puna jonë, motra, vëllezër, aleluja, të mblidhemi një herë në javë. Nuk është ky krishtërimi. Krishtërimi është jeta jonë. Dhe kjo mund të ndodhë vetëm kur një njeri ka rilindur. Rilindje do të thotë krijesë tjetër. Krijesë nga Perëndia. Është lindur nga fjala e Perëndisë. Kjo është krijesë tjetër. Dhe i shërben ati të vetë, ati që e zgjodhi, ati që e solli në jetë, motra dhe vëllezër. Nuk mund të jetë njeriu i rilindur, motra dhe vëllezër, aleluja, i rilindur dhe të ecë si që ecëte më përpara. E falenderojmë Perëndinë. Sa të vëmendshëm duhet të jemi për ta kontrolluar veten kujt i shërbej? I shërbej vetes time? Apo i shërbej Zotit? Ora e Zotit, vëllezër, është afër. E thot fjala e Perëndisë dhe ne e shohim sipas fjalës të Perëndisë dhe arrim të kuptojmë që ora e Zotit është afër. Për çfarë është afër? Për kë është afër? Për ne, motra. Jo për ata që nuk kuptojnë. Ora e Zotit është afër për ne, që vërtet kemi këtë thirrje nga Perëndia. Ku do të jem? Jam gati ta shoh dhe të ik të lë çdo gjë. Aty ku është zemra, aty do të jetë njeriu, motra, aleluja. Nëse zemra ime është këtu, që të ndërtojmë dhe të jetojmë mirë, motra dhe vëllezër, aleluja, në këtë botë të errët që i përket Satanit, aty do të qëndroj. Por nëse zemra ime, qytetaria ime është qielli dhe jetoj për qiellin, ata do ta shohin Zotin, motra dhe vëllezër, aleluja. Atë ditë do të ketë shumë lot nga të krishterët, sepse
për një pjatë gjellë, e shitën par birnin e tyre, premtimin e Perëndisë. E kërkoi më pas, thot motra dhe vlezër Esau, por nuk mundej. Është shumë e çmuar kjo thirrje, vlezër, aleluja, që Perëndia na ka bërë të gjithëve. Dhe me këtë prioritet duhet të ecim në jetën tonë, vlezër, aleluja. Për ta çmuar thirrjen që ka bërë Zoti, zgjedhjen që ka bërë Zoti në jetën time. Ndër të cilët edhe ju jeni të thirrur në Jezus Krishtin, si gjithë të tjerët që Zoti i thirri për një vepër, edhe ju jeni thirrur, thotë, për këtë vepër. Për ju të gjithë që jeni në Romë, të dashur nga Perëndia, të thirrur shenjtorë, vëllezër, i drejtohem vetes. Jam aty ku do Zoti. Jetoj për këtë thirrje që Zoti bëri në jetën time. Jetoj dhe e ndjej si në fillim, motra dhe vëllezër, aleluja, dashurinë e Perëndisë. Sepse Zoti deri në ditën që do të vijë të marrë të vetët, të zgjedhurit, nuk do të rreshtëm, motra, aleluja, së dashuri. Por unë ku jam? Unë si përgjigjem, vëllezër, aleluja, Zotit tim. Unë çfarë po bëj? Sepse Zoti thotë, mos u kujdesni për asnjë, aleluja. Për këtë kujdesen jo besimtarët, për veten e tyre, të ndërtojnë, të kenë, të bëjnë. Të zgjedhurit kanë qytetari tjetër. Qytetaria e tyre është qielli. Jetojnë, motra dhe vëllezër, aleluja, për ta përgatitur veten për t'u larguar që këtu. Për në tokën e premtuar, që aty ku jam unë të jeni edhe ju, i thirrur shenjtor, motra, aleluja. Zot falë më, Zot. Gjaku i birit të na pastrojë. Zot nuk jemi, Zot, aleluja, aty ku ti dëshiron. Mëshira e Perëndisë, vëllezër, aleluja, në çdo kohë është kaq e madhe, sa për çdo njerin që do t'i kërkojë Zotit dashuri, Zoti do t'i jap. Që do t'i kërkojë mëshirë, Zoti do t'i jap. Por vërtet, motra dhe vëllezër, Zoti jep atyre që boshohen, që e boshojnë në zemrën e tyre dhe ja japin Zotit. Dhe Zoti do ta mbushë atë zemër me gjëra që i pëlqejnë Zotit. Një zemër që i pëlqejnë Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja. Këtë vepër do të bëjë Zoti në përullësinë tonë, në pendimin tonë, vëllezër, aleluja. Zoti vepron. Zoti ta bekojë këtë fjalë.